Momente qesharake kanë shoqëruar liderët pjesëmarrës në samitin e Komitetit Politik Evropian të enjtë në Kopenhag. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë shaka me presidentin francez Emmanuel Macron. Ai i është referuar një gafe të presidentit amerikan Donald Trump, i cili gabimisht ka përsëritur se ka dhënë kontribut për të zgjidhur konfliktin mes Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, derisa ka komentuar procesin e paqes mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Trump e ka quajtur disa herë Azerbajxhanin Aberbajan, por e ka ngatëruar plotësisht Armeninë me Shqipërinë. Duke përmendur këtë deklaratë, Rama me shakaj ka thënë Macronit se duhet të kërkoj falje që nuk i ka uruar Azerbajxhanin dhe Shqipërinë për paqen e arritur. You should make an apology to us because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. E kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez është kujdesur që ta shpëtojë nga një moment i sikletshëm presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vučići hyri në sallën ku po mbahej takimi, por pa që nuk kishte karrige të dedikuar për të. Teksa sillej në një moment vendosi të ulej në vendin e Sanchezit. Aty ndërhyri një person që i tha të ngrihej pasi nuk është vendi i tij. Presidentit serb më pas ja improvizua një karrige, por nuk u ndije rehat, për çka kryeministri spanjoll kaloi në një tavolinë tjetër dhe ja liroi vendin. Në takim ishte i pranishëm edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.